Kupa e Shqipërisë në volejboll për femra ka luajtur ndeshjet e javës së tretë ku kundërshtari i këtij raundi për vllaznin ishte Dinamo. Ndeshja e luajtur në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi prezantoi një set të parë plot rivalitet dhe luftë të fortë sportive, ku të dyja skuadrat kërkonin fitimin e setit. Mikeshat nga Tirana, të drejtuara nga trajneri Orlando Koja, tregohen më të kujdesshme në pikën vendimtare, duke fituar setin e parë me shifrat 23-25. Seti i dytë është fotokopja e të parit, gjë që tregojnë shifrat e njëjta, por këtë radhë në favorin e vllaznisë 25-23. Barazimi me sete 1-1, ndërkohë që rivaliteti vjon edhe në setin e tretë ku volejbollistët shkodrane të drejtuara nga trajneri Tafa ja dalin të fitojnë me shifra 25-22, duke marrë udhëheqjen e seteve 2-1. Entuziazmi i setit të tretë të shoqëron skuadrën kuqeblu edhe në setin e katërt, të cilat për hir të së vërtetës e fitojnë me lehtësi me shifrat 25-20, duke bërë që gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e vllaznisë 3-1. Për vllaznin kjo ishte fitoria e parë në 3 ndeshjet e Kupës së Shqipërisë pas 2 humbjeve në transfert me Tiranën dhe Teutën. Fitore kjo që hap shanset dhe mundësitë për të luftuar në kapin e vendit të dytë në grupin B dhe kualifikimin në fazën finale. Nga ana tjetër, humbja në Shkodër me vllaznin ishte e dyta radhazi për Dinamon, që ndryshe nga ndeshjet e kampionatit në Kupë, duket se ekipi blu ka mbetur me pasoja nga pezullimi brazilanes Ferreira. Pas javës së tretë të Kupës së Shqipërisë për femra, grupin B kryeson Tirana me 9 pikë, duke qenë skuadra parë që shkon në fazën finale, ndërkohë që për vendin e dytë luftojnë vllaznia, Teuta dhe Dinamo me nga 3 pikë secila.